Tensionet dhe përplasjet e vazhdueshme mes Izraelit dhe Iranit jo vetëm që kanë krijuar pasiguri në lindjen e mesme, por kanë shkaktuar pasoja të ndjeshme edhe në vende që ndodhen shumë larg zonës së konfliktit. Në mesin e shteteve që janë ndikuar nga kjo situatë është edhe Kosova, e cila ka qytetarë të saj që janë të pranishëm në Izrael gjatë kësaj periudhe të konfliktit në mes këtyre dy shteteve, e që pa dyshim çon peshë në gjithë botën. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, aktualisht në Izrael ndodhen 15 shtetas kosovar. Prej tyre 13 nuk kanë shprehur interes për t'u evakuar. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në një përgjigje për Lajminet ka thënë se në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën e Republikës së Kosovës, që ngjendet në Izrael, kanë përmbyllur me sukses që në ditët e para të parashkallëzimit të situatës së sigurisë evakuimin e disa qytetarëve të Kosovës nga Izraeli përmes Jordanisë dhe Egjiptit. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ky proces është realizuar në koordinim të afërt me autoritetet izraelite dhe ambasadat e Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Egjiptit në Izrael. Në përgjigjen e Ministrisë përkatëse u tha se një shtetase e Kosovës është në trajtim mjekësor në Spitalin Soroka në qytetin Beersheva, qytet ky që së fundmi është raportuar se ishte sulmuar nga një raketë iraniane. Por sipas ministrisë ajo nuk ka qenë e pranishme gjatë sulmit dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Përveç kësaj, një qytetar tjetër i Kosovës është aktualisht në proces të largimit nga Izraeli përmes Egjiptit me mbështetjen e ambasadës. Sipas ministrisë, situata e sigurisë në Izrael vijon të përkeqësohet dhe për këtë i u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që ndodhen në këtë territor të tregojnë kujdes maksimal dhe të qëndrojnë vetëm në zona të sigurta. Armëpushimi i ndërmjetësuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, të dyja palët shpallën fitoren të martën pas 12 ditëve luftë, në të cilën SBA-ja ndërhyri duke kryer bombardime në mbështetje të Izraelit për të shkatruar objektet e Iranit për pasurimin e uraniumit. Konflikti mes Izraelit dhe Iranit, i cili kishte zgjatur gati 2 javë, pati shumë dëme si nga ana infrastrukturore, por edhe nga jeta e njerëzve, pasi gjatë këtyre ditëve që pati val sulmesh, pati humbje jetësh nga të dyja shtetet dhe duke u bazuar në raportimet e mediave, konflikti 12 ditor thuhet se shkaktoi 610 viktima në Iran dhe 28 në Izrael. Pavarësisht disa kërkesave nga shtetet e BE-s dhe më gjerë që konflikti të përfundonte, i njëjti vazhdoi për disa ditë duke e bërë situatën edhe më shqetësuese. Për fal ndërhyrjes së SBA-ve u arrit që konflikti të përfundoi së pakti tani për tani, duke mos ditur nëse situata mund edhe të përkeqësohet. Si Izraeli ashtu edhe Irani përdorin vazhdimisht armë të rënda si raketa hellëse që shkaktonin dëme të vazhdueshme.